Mirëmbrëma shikues të nderuar të Majtas jo djathtas, po jemi bashkë edhe këtë hënë. Edhe këtë javë do të vijmë me një rrefim që ka të bëjë me luftën. Do të vijmë me një rrefim prej atyre që nuk ursyen asgjë për lirinë e Kosovës. Dhe një prej tyre padyshim është Xhevdet Qeriqi, cilin e kam ftuar sot. Nuk do t'i bëj prezantim më të gjatë sepse vetë vepra e tij, vetë sakrifica e tij mendoj që i thotë të gjitha. Prandaj shfrytëzoj rastin që t'i uroj mirëseardhje. Mirësevgjetëm. Kam kënaqësinë që të kam sot këtu për ta ndarë një rrëfim që lidhet me pjesën më shajt të historisë tonë. Ju tash jeni edhe kryetari i shoqatës invalidëve. Jeni në mesin e atyre që i keni shpëtuar luftës, po në fakt në trupin e juaj e keni një pjesë që ja u kujton gjithmonë luftën. Po në fakt tash jam që një kohë gjatë kryetari i shoqatës invalidëve Degan Fushësu. Tash s'fund me kemi pas zgjedhjet dhe prap jam rizgjedh në këtë detyrë. Po si rin në mosh në atë kohë në periudhën e luftës, do thot me fillimin e luftës, kam qenë interesuar me dhonë që t'i bashkohem luftës çlirimtare dhe jam angazhu, jam përpjek në forma të ndryshme që të komunikojnë në atë kohë me njësitë të UÇK-s, sepse ishin veç në formim me sipër dhe ish pak më të lashën në atë kohë me u inkuadru sepse verifikoheshin më shumë edhe mundësitë ishin më të vogla, rrethanat ishin të tilla, por pas përpjekjeve të mia dhe që nuk jam dalë çdo ditë, do thotë kam lëviz, jam mundu me rënë kontakt, ka ardhur një moment që edhe unë do thotë ta marr pushën edhe të bashkohem luftëtarët e lirisë. Përmes kujt e kyç luftë? Jam kyç, do thotë kam bën përpjekjen këtë pjesën e Drenicës, mirë, po çdo herë janë arsyetuar se jemi duke u përgatit, na mungojnë municionet, jemi duke u bën gati për me shku për Shqipëri me bart armatim. Unë jam shpreh gatshëm që me shku edhe në Shqipëri, po më në fund kam rënë kontakt do thotë në fshatin e lindjes së prindit tim, sepse me prejardhje jem prej Kryemirrit, por unë jetoj në Slatin, kam lind në Slatin të Madhe, edhe aty do thotë kam rënë kontakt me një kushenet timin, i cili në atë kohë ishte edhe udhëheqës i aty në njësitëve aty në Ramit Qeriqin Luanën, edhe do thotë përmes ti jam inkuadru në radhët e UÇK-s. Ju edhe sot asaj dite e keni një plagë në trup. Kisha dash me fol për këtë pjesë para se me kalu pak të një historik i krejt asaj që ka ndodhur. Unë e kam bryllin e krahit majt e kam të humbur, e kam të palëvizshëm, sepse një pjesë të madhe të bryllit të kësaj pjese do thotë ka mbet në betejën e Pashtrigut aty. Edhe sot asaj dite do thotë kam probleme dhe kam pas ndoshta 40 intervenime në plagët e mia, sepse mos lëvizja e bryllit po më shkakton infeksione të ndryshme, edhe kështu që tash ka filluar të kurrët, do thotë edhe kjo pjesa e lartë e krahut, dhe kështu që po kam të lashë edhe tash sipas rekomandimeve të mjekëve të smundmi, do thotë ata kanë kërkuar që urgjentisht të intervenoj edhe ta vendosin një protezë, për ndryshe do të kam probleme më të mëdha. Po ju ndihmon shteti në situata të tilla, a keni bu kërkesa? Sepse e di që është një kosto që shpeshherë s'mundi me përballu vet. Unë kam provu edhe në vitin 2014-15 do thotë të intervenoj në Gjermani, mirë, po atëherë nuk kanë qenë mundësit. I kam gjitha ato prefakturat, sepse i kam kontaktuar 2-3 spitale atje, po ka qenë kosto dikon në rreth 64.000 euro. Kështu që kam vazhdu me këto plagë edhe me infeksione, sepse s'paku një herë në vit deri 2 herë në vit e hapin plagë në qendrën klinike universitare të Kosovës, edhe mi pastrojnë ato se mbledhen prej do thotë mbetjeve që i kam brenda në krah. Edhe në vitin 2017 edhe në vitin 2018 i kam pas disa intervenime në Turqi,
atëherë do thotë më kanë ndihmu Kuvendi Komunal i Fushkësuvës, një organizatë jo qeveritare Turqisë, edhe një pjesë të vogël më kanë ndihmu zyra presidentit, atë ku ka qenë zoti Thaçi, edhe i kam bën disa intervenime do thotë për ato mbetjet që i kam në plagë spakut, ato të eliminoj që mos të më shkaktojnë do thotë infeksione, sepse tash jam bëjmë edhe me terapi, përdori terapi të vazhdueshme për çdo ditë, dhe kështu që kohëve të fundit letë që më kanë shkaktu se kanë efekte anësore, po edhe nuk po kanë efekte do thotë në parandalimin e këtyre infeksioneve, edhe tash sfondi kam do thotë i kam dorëzu dokumentacionin në Ministrinë e Shëndetësisë dhe është informuar edhe ministri, edhe kam taku edhe zoti Vitia dhe më ka premtu se do të merret seriozisht me rastin tim, me ditë gjendjen time, se ja kam dërgu gjitha ingjizimet e rekomandimet e mjekëve dhe më ka premtu se do të merret seriozisht, por kanë kalu dikun rreth 4 muaj 5 nuk e kam marrë asnjë përgjigje. Kam provu edhe përmes zyrës së presidentes, për arsye se zyra e presidentes e pa të bën një marrëveshje me qeverinë e Katarit për protezat e invalidëve të luftës, por ata do thotë më kanë informuar se është një marrëveshje për protezat jashtme, ndërka që unë e kam një protezë në brendshme, do të bëjnë përpjekje, më kanë prit mirë, cilën du me i falenderua dhe jenë përpjek, do thotë me bën një zgjidhje, mirë po ishte në fund të mandatit edhe nuk kanë arritën me bën një zgjidhje për mua, kështu që jam duke pritur nga Ministria e Shëndetësisë që do thotë merret më seriozisht, sepse çdo ditë më shumë po më shkaktojnë probleme më të mëdha edhe në trupin, në pjesë të tjera të trupit. Padyshim është çështje urgjente dhe i bëjmë thirrje që më shqyrtu, sepse bëhet fjalë për jo vetëm për shkak që është një rast nga lufta, por është një rast i shëndetit që prek në mënyrë direkte, kështu që ftojmë edhe për këto që me shqyrtu sa më shpejt, sepse e di që shpeshherë jo vetëm te, po në përgjithësi veteranët në veçanti invalid e luftës kanë pas pak knatësi me trajtimin për shtetit që mendoj në shumë raste me të drejtë. Ajo për shka unë ju vlerësoj në mas të madhe është që nëse është dikush që i ka ngrit zonin për trajtimin që ju është bo, ndër të parët jeni jo. Po, unë do të duke pas se jemi lanë, e kam ngrit zonin me shumë bashkëluftëtarë, sepse jetërin në kushtet vështira me gjendje tronë ekonomike, sociale, shëndetësore dhe e shishim se institucionet e Republikës Kosovës nuk po merren me ne kemi organizuar disa aktivitete, do thotë kemi mbajt greva në Prishtinë, kanë qenë 2 greva cilat i kam organizuar, greva por do thotë kemi qëndru 4 ditë, në grevën e dytë kemi qëndru 61 ditë para qeverisë Republikës Kosovës, edhe pas atij presioni do thotë i kemi shtynë që ta ndërmarrin një hap edhe ta bëjnë një ligj për këto kategori, edhe pse ka mangësi shumë ai ligj, sadopak është bën një ligj edhe ka filluar do thotë një trajtim pak më i mirë për këto kategori. Edhe kam vazhduar do thotë edhe më tutje, edhe kemi kërku kushte më të mira për këto kategori, sepse me të vërtetë kanë dhënë shumë për lirinë e Kosovës. Unë i kam shumë bashkëluftëtar me të cilët kemi luftu bashkë edhe me shumë prej tyne jem cilët kanë plagë serioze, kanë gjymtyr të humbë në luftë dhe çdo ditë ballafaqohen me plagët e tyne edhe çdo ditë jemi në kontakt, do thotë i çojmë hallet me ta për plagët, për problemet që na shfaqen edhe kështu që jemi mundu maksimalisht edhe pse disa herë jam arrestuar, jam burgu se rreth organizimit të tyne protesta mirë, po asnjëherë nuk jemi ndalë, do thotë se kërkuari kushte më të mira për këto kategori. Është pak e rëndë me ta bo këtë pyetje, po me detyrim duhet me ta bo për shkak se ajo shpesh përkundër sakrificës juaj, përkundër veprimtarisë juaj në luftë, njolloset veprimtaria juve në forma ndryshme, qoftë prej individëve të caktuar me agjenda apo pa agjendë, qoftë prej atyre që fshihen prapa llogarive fake, për ullet krejt ai kontributi juaj i shajt, ç'është ndihet një invalid i luftës kur përballet në të tilla sene, sepse dikush
nuk ka jap kur gjë për këtë vend, edhe ai e shon dikon që i ka jap gjymtyrt, dikon që nashta i ka ndryshuar jeta për të keq në këtë rast, duke mbrojt vendin e vet. Normalisht kjo na dha më shumë, do të thotë na prek në plagë tona, na prek në kujtimet tona, na prek në sakrificën e shokëve tonë, na prek në rrobën e shokëve tonë, kur i kujtojmë gjitha sakrificat mund që kanë bën në atë kohë shumë të vështirë me vepru edhe kur ishe persona të caktuar, individ të caktuar, komentues, të cilët fyjnë e ofendojnë luftën shkrimtare, neve do thotë për neve është shumë e rëndë, sepse unë përveç e thash edhe më herët që kam plagë, bashkëshorten e kam është motër e dëshmorit, edhe gjithat ballafaqim që ka pas me mua me plagët e mia, edhe kur ishe Dhimbjen e vet, edhe kur ishe prap këto fymje, këto që ndodhin, po na bën do thotë me uni jo mirë, kur e kemi parasysh se çka është dashur me bën, çfarë sakrifice është dashur me bën për çetleri që jem të egzusat ne gjithë bashkë, edhe me dal dikush pa pikë merite, edhe me të fyje, me të ofendue, me të shaje, lloj format ndryshme, me i ofendue dhe dëshmorët, gjithçka tjetër, për neve është shumë e rëndë, është prekse, na prek direkt në plagë që na ka prek armiku. Gjevdet, ti je plagosur në betejë të Pashtrikut. Po, unë jam plagosur në betejë të Pashtrikut, do thotë unë kam vepruar në brigadën e 101, në batalionin e 2, Rozhdi Saliu, edhe aty kam vepruar për një kohë të gjatë, edhe gjatë asaj periudhe të vitit 98, jemi ballafaqur me ofenzivën e Korrikut të asaj vere, pastaj kemi pas edhe disa raste luftime, aksione të ndryshme, edhe ka ardhur një moment kur vrehi mungesa e municionit, armatimit, sepse në gjithandaj Kosovës zhvilloheshin luftime dhe ishte një kërkesë e komandës aty që kushdo që ka mundësi dhe ka vullnet për me shku, për me marrë armatim në Shqipëri, me marrë këtë rrugë, sepse ishte nevoje domosdoshme për municion edhe armatim, kështu që unë vullnetarisht jam paraqit, jo vetëm unë, po me disa bashkëluftëtarë dhe ka në një moment kur kemi marrë rrugën për me shku në Shqipëri me bart armatim edhe me ju sjell shokëve në Kosovë, edhe do thotë me vazhdu luftën tonë deri në çlirimin e vendit. Ka qenë ky momenti bashkë me Muj Krasniqin? Po, do thotë është plagët e mia kam marrë në betejën e 14 dhjetorit vitit 98, do thotë ne pasi që kishim shku në Shqipëri edhe ishim përgatitur për me u kthy në Kosovë, na ka rrot disa ditë me qëndru aty dhe do thotë gjatë gjithë aty në ditëve jemi përgatitur fizikisht, kemi bën aktivitete për me qenë sa më të gatshëm për me u kthy, sepse terreni ka qenë jashtëzakonisht i vështirë me kalu nëpër bjesht e Pashtrikut, edhe ka qenë acar i madh, bore e madhe, dhe kështu që mundoheshim maksimalisht me u përgatit për me kalu, sepse ishte një sfidë bukur e rëndë, jo vetëm se ishte kufiri i blindum, po edhe ishte bore e madhe, acar i madhe, dhe kështu që ka ardhur në një moment kur me datën 13 dhjetor të vitit 98 jemi bën bashk njësitë të ndryshme të Drenicës, Dugaxhinit, Pashtrikut, edhe të zonës në Radimes, edhe do thotë kemi marrë rrugën bashk me u kthy për Kosovë, edhe kemi marrë, nështë kemi qenë një grup që kemi pas një armatim pak më të mirë se të tjerët, sepse kishte ardhur një pjesë e tyre prej shteteve të perëndimit, edhe jemi ngarku, ka qenë, kemi secili prej neve kemi pas një pesh ngarku më jashtëzakonisht madhe, nështë 30 deri në 40 kg, edhe i kemi marrë nga 2 arme. Përveç asaj tunës personale edhe një armë tjetër për me javësjell shokëve në Kosovë, edhe nuk ka qenë as pak e lehtë në atë acarë, në atë borë të madhe, në atë terren të papërshtatshëm me kalu edhe me u kthy në Kosovë, po gjatë kthimit në Kosovë, do thotë pasi që kemi kalu kufinin, jemi futur në territorin e Kosovës, kemi hasë një prit të forcave serbe, edhe aty gjatë një ballafaqimit
në një distancë rreth 20 metra deri në 30 me forcat armike, aty kanë ra muja, kanë ra dhe shumë bashkëluftëtarë të tjerë, edhe do thotë gjatë atij ballafaqimi ka marrë plagun edhe shumë shokë të tjerë. Sa keni qenë plagosur total? Kemi qenë dikun nështë 15 apo 20 luftëtarë, disa aty kanë zonë rëp, non prej shokëve tonë, një pjesë jemi këty për mrapa për Shqipëri, kurse të tjerët kanë arrit me deportu, sepse në atë moment u kriju në rrethana që do thotë jemi ndarë në grupe, sepse na u imponu situata gjatë ballafaqimit, edhe kështu që dikush ka arrit me deportuar me hynë Kosovë përmes rrugëve të tjera, një pjesë prej neve do thotë me një grup shokësh jemi këty për Shqipëri, kemi qenë plagosur në rand, kemi gjatë krejt rrugës, gjatë për më këty mrapa, kom pas gjakderdhje, ka pas rast kur jo kom thonë shokëve lenëm se isha i lodhën, i kishëm bon dikon 30 orë rrugë, deri në 20, edhe ishëm pa hangër, pa pi, tereni vështirë, të lodhën, pa gjumë, edhe gjakderdhjet madhe, shishat pa mundshme me kalu, do thotë atë bjeshme u këty mrapa në Shqipëri, edhe në raste e shisha që tashma ish veç funi, sepse gjakderdhja ish jashtëzakonisht e madhe, po fatmirësisht shokët nuk më kanë lanë as mu, as një bashkëluftar timin me cilin kemi qenë bashkë, ku jemi plagos aty në Enver Deliun, edhe ai ka pas të njëjtën gjakderdhje edhe të njëjtat plagë, edhe ata kanë bërë përpjekje, do thotë edhe nuk janë dorëzuar asnjëherë, kanë thonë se ose do të dalim bashkë ose do të vdesim gjithë. Por mos harrojmë se një grup tjetër me plagosën të cilët do thotë kanë qenë gjatë rrugës, pas prej tyne kanë ndrua jetën bjeshtë e pashtrikut. Edhe kështu që kanë ra me një prit tjetër, apo? Jo, nuk kanë ra, po nuk kanë arrit me ju përballu plagëve, edhe kështu që ata kanë met aty, kanë pas ata shokët me cilët kanë qenë bashkë, kanë pas pa mundur me i tërjek, sepse lodhje madhe, bjeshtë vështira, bore madhe. Edhe ata do thotë kanë mbet aty për 5-6 muaj deri në thymjen e kufinit, edhe atëherë janë marrë kufumat e tyre edhe janë varros në bjeshkën e pashtrikut fillimisht, e pastaj janë zhvendos në një pjesë e tyre janë zhvendos në Kleçk, një pjesë janë zhvendos në vende tjera ku janë komplekset memoriale të dëshmuar. Ku e keni marrë mjekimin e parë? Fillimisht mjekimin e parë do thotë pas plagosjes e kemi pas një mjek medicinal, një teknik. Në kep, edhe ai i kish pas disa materiale, masi që jemi largu dikun një 300-400 metra për i venit në ngjarjes, jemi pozicionu një pozit, aty veç ne ka lidh, do thotë plagë, këto është përpjek me në gjakderdhjen, sepse nuk ka pas materiale të tjera, edhe kemi vazhdu rrugën përpjet, kur kemi arrit në mes të pashtrikut, aty e kemi humbë rrugën, sepse ishte tereni pa njoftur për ne, veç hera 2 që kishim kalu edhe nuk e njeshim, edhe ra një mjegull e madhe, nej bore madhe të lodhën, po fatmirësisht komanda logjistikës cilët kanë qenë në fshatin Cahan aty, ata e kishin kuptu që na kemi ra në prit, edhe kishin dalë, ka qenë vllavi Recep Selimit, Ramadan Selimi, Reza Alia, ato me vllavegjej Vladrovcit e shumë të tjerë, edhe i kishin mobilizuar dhe fshatin për me në ndalë në ndihmë, edhe ata ishin fut në teritorin e Kosovës, duke na bën thirrje me orientu në drejtim tyne, edhe ata do thotë na kanë drejtu se ka me vazhdu në rrugën, sepse ata janë shumë aposht për me dhënë ndihmë edhe të tjerëve, edhe ne kemi rrit të stanë dikun në ora 4 të mbrëmjes apo 5, ka qenë veç terë kur jemi këty aty. Dita e dytë ishtash, që ishëm të ballafaqum me acarin e madh, me plagët e me gjithë ato. Edhe aty e kishim vëllezën e zjem, kemi pushu një 5 minuta 10, më kujtohet e kom pi një cigare dohan, edhe kishin dalë disa banor të fshatit Cahan me kuaj, janë përpjek për me na lshu poshtë, po e kishat pa mëshme me qëndru në kuaj.
Edhe pastaj më kanë kap, një pjesë më kanë ngrej zhag në përbur, një pjesë që kanë mujtë, më kanë shu deri në Sahan, edhe aty Gjeladin Gashi, ka qenë plaku, ajo është marrë me, fillimisht me mua dhe në Verdeliun, edhe në ka dërgu direkt në krum të Hasit, aty në kanë dhënë ndihmën e shpejt, edhe më njëherë në kanë dërgu në Kuks, në spitalin e Kuksit. Aty do të pas luedhjes të madhe të carit madhe edhe filloj edhe fillum edhe me hup dijen se kishëm gjakdere të madhe. Aty kemi qëndru për 4 ditë, derisa na është stabilizu gjendja. Edhe mos harrojmë se aty ka ardhë në atë kohë Radio Kuksi, e ka bën një intervistë me ata bashkëluftarë tonë, të cilët u kujdeshin për neve dhe i ka njoftu se ka nevojë për gjak, do të ka bën një thirrje qytetarëve që kush ka mundësi me dhënë gjak, me dhënë gjak për neve, edhe nuk e harroj asnjëherë që më kujtohet që kanë prit me radhë qytetarët Kuksit për me dhuru gjak. Përveç gjakut na kanë sjellë edhe gjëra të ndryshme, po pemë, gjithçka me ato mundësi që i kanë pasë, edhe aty kemi qëndru për 4 ditë, edhe na kanë transferuar në spitalin ushtarak në Tiranë. Po dyshim të me qenë prej momente më të vështira në jetë, që ajo pjesa kur ti je transportu, një rrugë shumë e gjatë, me gjakdere dhe të vazhdueshme, ndërkohë i vedeshëm që pak më herët janë vrarë dhe shumë shok të tu, bashkëluftarë të tu. Po, unë i kam përjetu, do thot ramjen e bashkëluftarëve, se kam qenë mesin e tyne. Po dhe? I kujtoj edhe zonat e 2-3 prej tyne. Kujtoj zonin e dëshmorit Muhamet Dervishi, i cili gjatë përpjekjes për më na mbrojt neve të plaguesni për tërheqje është vrarë. Më kujtojnë zoni e Verdeliut, kur ka bën thirrje bashkëluftarëve me i dhënë ndihmë se është plagues, ka qenë afër meje. Më kujtojnë zoni i Veselëruçit, që ju bëj këtë thirrje bashkëluftarëve me u mobilizu dhe me u përgatit për me na mbrojt, për me u tërheq neve, ka qenë, do të thotë, moment jashtëzakonisht i rëndë, sepse neve që ishim në mesin e tramve aty edhe e kishim bukur vështirë tërheqjen tonë, sepse ishim distanca e luftimit aty zhvilloi rreth 20 metra. Dashke me u kujdes, me pas shumë kujdes se mos po na kapin, se ishim shumë afër edhe herët mëngjesi nuk ish ndriçu, do thotë ish ogu i mëngjesit, edhe kështu që ka qenë ndoshta ngjarja më e rëndë e jetës time, cilën e kam përjetuar, sepse pjesën më të madhe të aty në të gjithë shokëve që kanë rënë aty i kam njoftë, edhe me një pjesë prej tyre kam marrë pjesë edhe në luftime në betejat të ndryshme në Kosovë, dhe me i pa, do thotë, ramjen e tyre dhe mos me pas mundësi as me dhënë ndihmë, sepse ishim cak i breshnisë plumbave, ka qenë bukur e rëndë, por ajo që më bën me u ndi mirë, edhe me u ndi krenar, që kom pas fatin me rrugtu, me asi djemë trima që e kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Është fat me qenë pjesë e atij grupi, e asaj njësie, cilët kanë qenë, do të jashtëzakonisht përgatitur, kanë marrë pjesë në disa betejë, në shumë aksione, edhe asnjëherë, do thotë, nuk, pavarësisht sfidave që i kanë prit, nuk janë dorëzuar deri në momentin e rromjes. Krahas dhimbjes fizike, dhimbjes shpirtërore që keni pas në atë rrugtim, edhe tha që në një moment keni kërku që bashkëluftarët me ju lanë, sepse e keni pa të pamundur në një farë mënyrë mbjetesën, që ka qenë sani që e ke mendu mas shumë të gjatë rrugtimin e vështirë? Po tash, pas plagëve e dhimbjeve, edhe gjithë asaj ngjarje që ndodhi, momenti që e kom menuar në atë kohë, e kom pa, do thotë se nuk do të arrij me ju përballu plagëve, sepse e thash edhe më herët, na kemi qenë rrugtimi gjatë, edhe një natë më herët ishëm pa gjumë, sepse hapësina ishte ngushtë aty ku kemi qëndruar në Sahan, edhe kishëm pamojshme me flejt, po
me shpresën se do të vim në Kosovë dhe atëherë pushojmë, ka qenë një vullnet jashtëzakonshëm, po gjatë kthimit mrapa e kom pa të pamujshme, do thotë se do të arrit gjallë të tërhiqem dhe e kom përveç asaj që e kom mendu, e kom kujtu edhe do thotë martetimin e shokëve që ja kom bo, sepse kanë vujt shumë për tërheqjen time. Terreni ka qenë jashtëzakonisht i vështirë dhe çdo herë kam pas frikë se mos shkoku i ynë edhe bashkëftar tjerë mos po binë në ndonjë prit tjetër. A janë gjallë sot krejt ata që të kanë bardh? Po janë gjallë. Është sidomos gjatë bardhjes një Aziz Amrushi edhe një Selajdin Krasniqi kanë sakrifikuar shumë për mua. Edhe kam insistu me çdo kusht që me la mos me rreziku, sepse tash ne forcat serbe e kishin kuptu që ne ishim asaj dhe kisha frikë se mos po hasëm në ndonjë prit tjetër dhe mos bi shkaktarun që edhe ata do thotë të binë aty. Kam kërku që vazhdoni jo, unë do të bëj përpjekje vetë me u të rjek mrapa. Po ata kanë insistu se ose do të dalim gjallë bashkë ose do të bim bashkë, kështu që ju jam mirënjohës për të jetën, për gjitha sakrificë që kanë bën për tërheqjen tonë, për tërheqjen e të plagosur. Tha që disa bashkëtari keni pa të rahën afër jush në atë betejë të ballafashimin. Për të tjerë, a ke marrë vesh ma vonë, masi je trajtu, a ke marrë vesh rrugës, ta zonë për muj Krasniqin? Mujen në një moment gjatë lëvizjeve aty e kom pa për herë të fundit. Ka qenë do thotë duke u mobilizu shokët edhe duke bën përpjekje me u kundërvy armikut në do thotë edhe me i sulmu, edhe unë e kom bën një lëvizje në 4-5 metra, 10, nuk e di sakt sa ka qenë prej aty ku jam pozicionu, edhe nuk e kom marrë vesh që ka ra muja aty. Për një pjesë bukur të madhe, edhe pse ka në ra ofër neve, ka qenë terë, ka qenë në gjesi hershëm, edhe nuk e kom ditë se kush ka ra prej shokëve tonë. Po ma vonë pas një kohë, nështë ka shku dikun rreth një muaj që kemi marrë vesh sakt se kush ka ra, kush ka hymrena edhe kush është këty mrapa. Unë e kom pas edhe vllon ka qenë, do thotë, pjesë e ushqimtare të Kosovës, edhe ai ka vepruar këtë pjesën e Llapushës, edhe ai në një moment tha, kam bisedu me komandant Qelikun, Fatmir Limin, edhe kom pyet se nuk kishim informacione se çka ka ndodhur, do thotë me neve, edhe ai më ka thonë që mundesh me shku deri në fshatin Pagarush, kemi marrë vesh janë disa të plagosur, edhe aty nështë kupton se çka ka ndodhur dhe kush ka ra dhe qysh e tek. Mirë po edhe pse kom shku, tha aty, kom takuën, tha, dikon prej tyne, tha, nuk kishin informacione sa ta, se kush ka ra, tek ma vënë e kanë marrë vesh, edhe njëjtë edhe familja, do thot familja ime, sepse unë pak ditë para se me shku për Shqipëri, kom ardhën të familja, se i kom pas vetëm 2 motrat edhe prindin e nonën në shtëpi. Edhe e kom informu prindin që unë këto ditë kom e shku për Shqipëri për me bartë armatim, edhe ai e ka ditë, do thot që unë jam pjesë ati grupi gjatë kthimit, edhe kish kuptu që kemi ranë prit, po ka qenë, do thot, nësha 2-3 javë që as ata nuk e kanë marrë vesh, as familja, se çka ka ndodhur me neve. Domthon për një kohë dhe familja ka menuar që ti i vdekur. Rrethonat kanë qenë tilla, nuk ka pas mjetet komunikimit, edhe kështu që është dashur bukur një kohë, sepse as unë nuk kam arrit me i njoftu, nuk kishëm atëherë as numrat të telefonit, edhe ish problem me komuniku, kështu që pas një kohë do thot e kanë kuptuar përmes Gjermanisë atje kemi njoftuar fillimisht një motër. Kemi arrit me ron kontakt me motrën, aty i kanë tregu shokët e mi, ka qenë një Fatmir Baroni edhe një Puci, ata do thot kanë rënë kontakt me motrën, e kanë informuar se Xhevdeti është në spitalin ushtarak, ka marrë plagë në betejën e Pashtrikut, edhe po trajtohet në spitalin ushtarak. E tani më pas, do thot, kom arrit me komuniku nështë mas një muaj me familjarët me fillimisht ata që ishin jashtë, kom
kontaktu me ta, sepse me familjen mrena që e kom pas asnjëherë, nuk kom arrit me bisedu ose me kontaktu deri në përfundimin e luftës. Me mujen, a je njoft nga afër? Me mujen më ka rrot do të herën e fundit, para se me unis për Kosovë, një ditë ma herët ne kemi qëndru niku në Vlan, ka qenë një bazë logjistikes, edhe kur ka ardhur, do thot vendimi për me unis në Kosovë, na është dashur me u bë bashk në Cahan. Edhe ata ushtarët e Vlanës, cilët kemi qenë, jemi bën gati edhe kemi marrë rrugën Kam. Një pjesë i bashkin ka qenë një kamionet, edhe një gjip, edhe gjatë rrugës do të ati qëshin një grupë, edhe gjatë rrugës ku në takojshin në mashin të tjerve, dhe në atë moment unë isha bukurën, sepse fizikisht kom qenë shumë i përgatitur, edhe kesh pa ta marrë bukur shumë armatim e municion, edhe ka ardhur do të prej Krumës ty në gjitë nalë për që hanë muja me beqen, edhe ka qenë plaku, Gjelatin Goshi, po, edhe e kanë ndalu gjypin, edhe thanë kush ka maron, kanë qenë edhe 2 tjerë, nuk kom kujtuat se kush kanë qenë, nuk i kom njoft, i 5 kishin qenë gjyp, tha kush ka maron, le typin gepek. Edhe kemi hitë 2 shokun me një Astrid Bytyqin. Kemi hitë gepek edhe kemi vazhdu rrugën deri në Cahan, aty do thot kemi qëndru për një kohë, edhe të nesër në mëngjes gjatë përgatitjeve, do thot për me unis në Kosovë, sepse ne jemi zgjuar dikun ka në ora 5-6 mëngjesit, edhe na ka ndosht dikun 3-4 orë me i bën ato përgatitjet e fundit për me unis për Kosovë, edhe aty gjatë do thot kemi pi çaj, kemi hongër ka pak mëngjes aty bashkë edhe jemi nis për Kosovë, dhe gjatë rrugtimit deri te stanët kemi arrit me kontaktu, me bisedu gjatë rrugës, mirë po prej atyhit, kur jemi fut në teritorin e Kosovës, atëherë do thot nuk kemi mujt më, sepse jemi përgatit pak ma mirë, sepse dishëm që kemi me kalu kufinin edhe u dashke me qenë ma të kujdesshëm, nuk kemi arrit me komuniku deri në momentin kur kemi hasën pri, do thot aty kemi pas edhe disa kontaktet shkurta, sepse nuk kemi mujt nuk na ka dhënë mundësia me bisedu gjatë, nështë një fjallë 2 me fol njëni me tjetërin, sepse rrethonat kanë qenë të tillë. Gjatë kësaj rrugës që e keni bon Kam, që gjithmonë e përshkruani si rrugë të vështirë, se ka qenë edhe gjatë, po dhe peshen e keni pas deri në 40 kg, base, ose edhe ma shumë me raste. Që keni fol njëni me tjetërin? Për te kësaj me dikon e di që jeni njoft për herë të parë. Gjatë jo, na me komplet atë grup na ka ro me qëndru aty bashkë, kemi njoft me të gjithë prej tyne. Edhe kemi bisedu, do të gjatë kuës lirë sa kemi pas aty, mirë po gjatë rrugës kur jemi fut për Kosovë, aty kemi qenë ma të kujdesshëm, nuk kemi fol shumë me zveti, për vetëm në rast kur i kemi informu dikon njëri tjetrin, sepse ka pas raste që është këput, jo kanë këput ka ishat e çantave, edhe ka pas rast ka njerë që është dashur me prit dikon, sepse ish bura shumë e madhe, dikush e ka lejke, dikush sharrojken bura, u dashke me i njoftu të tjerët që me ndal kolonën, që derisa të bëhet gati edhe ai ushtari cili kish probleme për me vazhdu rrugën për Kosovë. Nuk ka pas do të biseda gjatë kalimit kufinit, edhe pasi që jemi fut në Kosovë, nuk kemi biseduar me zveti, ka qenë kërkesë e udhëhesëve të grupit që mos me bisedu, sepse kufiri ishte i blinduar, edhe mos do të ta kuptojnë serbët se ne jemi duke lëvizur asaj. Pse nuk japet jehon këto kësaj sakrifice, këto shtynë rrëfime, sepse Serbia vazhdimisht din me ndërtu rrëfimin e vet, shpeshherë të stërmbushur, për të mos thënë gjithherë të stërmbushur me propagandë. Njëjtë ka bo me kosharen, njëjtë po më duket së fundi edhe me pashtrikun. Pse na nuk japim jehon kësaj pjesë? Fatkeqësisht as institucionet e Republikës Kosovës do thot nuk i kanë dhënë jehun, nuk kanë bën ai film
tamam profesional për luftën e cila ka ndodhur në Kosovë. Nuk janë marrë as me kategoritë luftës, përveç ju mediat të cilat janë marrë me rrëfime të ndryshme dhe me ngjarjet në terren, institucionet e Republikës Kosovës kanë bërë pak. Mos harrojmë se nuk është njëna prej ngjarjeve më të përgjakshme që ka ndodhur pas betejës së Jasharë. Do thotë, mrena 2-3 ore kanë rrodhë 41 bashkëluftëtar. Edhe 41 bashkëluftëtar të cilët e kanë kalu një sfidë, një terren pa përshtatshëm, me një vullnet jashtëzakonshëm, me një moral jashtëzakonisht lartë, me u kthy në Kosovë edhe me luftu për vendin e tyre. Edhe gjatë këtij rrugtimi do thotë kanë rro aty. Është dashur me bon më shumë institucionet e Republikës Kosovës, sidomos për familjet e dëshmorëve, edhe për traumat cilët kanë rënë për beteja të ndryshme, sepse nuk ka qenë beteja e parë e tyre aty. Ata kanë zhvilluar shumë beteja në për Kosovë. Do thotë kanë qenë të gatshëm kudo që të kërkohet nga komanda që me qenë të gatshëm me dhënë kontributin e tyre edhe me sakrifiku për lirinë e Kosovës. Kështu që institucionet tona fatkeqësisht kanë bën pak, e që mundësit, sidomos në këtë kohë i kanë, për me investu në këtë drejtim, edhe me paraqit një ngjarje të vërtet të asaj që ka ndodhur në Kosovë. E në anën tjetër ju që po thoni Serbia vazhdimisht bën, do thotë, filma propagandues, qoftë për Kosovën, qoftë për Eçakun, për shumë të tjera, e ne heshtim, edhe pse ne kemi qenë, do thotë, viktime të gjithë atij terrori edhe atij krimi që ka kryer Serbia në Kosovë. Institucionet e Kosovës mendoj se duhet sadopak këtë kohë me u angazhu edhe me bon më shumë për historinë tonë, për ngjarjet tona që kanë ndodhur gjatë asaj periudhe. Thatë më herë që akti plaguesis padyshim nuk ka qenë veç momenti më i rëndë i luftës, po mbasi krejt jetës tuaj, po du më ndalë pak edhe tek pjesa tjetër e angazhimit në luftë, betejat e tjera që keni pas. Çka veçantë prej kësaj pjese, çka mban mend si momentin më të veçantë të përballjes tënde me armikun, po në përgjithësi të këtë kësaj periudhe sa ti ke qenë i veshur në uniformë edhe i ke dalë zot vendit tënd. Po, unë e thash që kam vepru në batalionin e 2 brigadës një edhe e veçoj betejën e parë frontale, cilën e kemi pas është zhvillu, sepse unë kam vepru në këtë pjesën, e kemi pas të blokuar magjistralin shtime Soharik, që ka lënë aty në Grykin e Caralevës, do thotë, aty kemi qenë të pozicionuar dhe kemi pas blokuar atë magjistrali aty për disa muaj, edhe aty do thotë kanë filluar do thotë luftimet e para frontale. Serbia, aparati shtetënor i Serbisë pa tentu që me kalu do thotë përmes Grykës së Caralevës, mirë po e po të pamundur edhe u zhvendos në këtë pjesën e Zburçit, edhe aty pas një kërkesë të komandës kam shku në luftime ditën e parë të Nisep Naskorrikut, nëse nuk gaboj. Edhe aty ka qenë nështë ai ballafaqimi ma që e veçoj mas shumëti, sepse ka qenë ballafaqim direkt frontal me forcat serbe, edhe kemi qëndruar gjatë gjithë ditës, edhe aty e kom pas si zhvillohet lufta, sepse ka pas gjujtjetën gjatë ma herët para asaj ngjarje, mirë po ballafaqim frontal aty, do thotë. Tha që ka gjatë të ditën, sa vetë keni qenë? Kemi qenë dikun në rreth 30 deri në 40 veta, edhe fatmirësisht ditën e parë, do thotë nuk ka qenë asnjë i plaguesur, asnjë i rënë, edhe pse janë zhvilluar luftimet dikun në distancë. Shumë tash, pra. Ditën e nesërme unë nuk kam qenë aty, ka qenë kërkesë e komandës prapë me u kthy në Grykën e Caralevës, sepse tentohej që të kalonin edhe në atë pjesë, edhe gjatë ballafaqimit në ditën e dytë ka rrodhë të dëshmori parë i batalionit, Roshdi Saliu, dhe janë plagues disa të tjerë. Më pas e kujtoj Gani Kastratin. Gani Kastratin kemi qenë bashkë në Grykën e Caralevës, mirë po pas ramjes do thotë
thyme se Krykës së Caraleves, sa i pat kalu te Ismet Jashari Kumanova, edhe kujtoj sepse për një kohë gjatë kemi qëndru bashk në Krykën e Caraleves, kemi qenë në një ndrem, edhe kujtoj ditën e fundit, kur jemi taku, ka ardhur na ka vizitu në Krejmer, edhe ka vazhdu rrugën për në fshatin Luzhnic, në atë pjesën ka vepron te Kumanova, edhe kujtoj kur e ka marrë lajmin për ramjen e tij, sepse ka qenë një djalë jashtëzakonisht trem, një djalë i ri, i cili kudo që kërkuaj ka qenë i gatshëm, do thot me dhon kontributin edhe me ju bashku, do thot vijavt frontit, kudo që kish luftime. E kujtoj këtë Imera Lysharnin, sepse kom pas fatin me taku, ka është shpesh në vizitë ne, edhe ka qenë një rast, do thot ku gjatë lëvizjes natën që kemi bon, jemi taku në Krykën e Caraleves, të dy palët kemi mendu se ne kemi mendu për ta se është automjeti serbëve, ata kanë mendu për neve, dhe kështu që dy palët jemi kujdes shumë, edhe ma vonë jemi përgadit për me gjuhë njëri tjetrin, po fatmirësisht e kuptuam, ai kishin me Isak Musliun Qerqizin në atë pjesën e rëdimes, edhe gjatë kthimit në përlevizshim me një automjet, kemi qenë 5, dhe e kujtoj, do thot Imer Lysharnin ka qenë një djalë jashtëzakonisht trem, i përgatitur, edhe ai ka rritur, do thot, në korrikun e vitit 98 në betejën e Llapushnikut gjatë luftimeve atje. Kujtoj Ismet Jasharin, kom pas rast me taku, kur kam shku në vizit në tërpes të vllau me, po pas gjithë aty në ofenziva, kam shku të vllau me vizitu, ku qëndronte me njësit e tyne, edhe aty e kam taku Ismet Jasharin Kumanovën herën e fundit, do thot, nështë një javë 10 ditë para se me ra. Kam shumë kujtime, sepse natyrisht, periudhë gjatë. Ka qenë periudhë gjatë, dhe në secilën betejë do thot që kemi pas me armikun, kanë ra shok luftës mirë, po asnjëherë nuk është zbej morali luftarëve, por vesar në ka dhënë, do thot, vullnet edhe kuraja më të madhe me luftu për vend. Që ke prit bombardimet e NATO-s edhe lirin? Qysh është për një person që ka lanë gjymtyr në luftë, që ka hup shumë bashkëluftëtar, çaj moment? Bombardim është shumë interesante kjo, sepse vinin lajme që do të bombardohet, do të Serbia, sepse refuzoi atë marrëveshjen e Rambojës, edhe unë në atë kohë kam qenë në spitalin e infektives në Tiranë. Më patën transportu prej spitalit ushtarak në spitalin e infektives, kisha infekcionin plagë, edhe isha atje, edhe më kujtohet në mramje, kam qenë një shtrinë në dhomë, kur ka orë një motër medicinale duke vërapu, e kom të gju koridorit, kur ka orë dhe më ka tregu se ma ka dhonë lajmin se kanë fillu bombardimet ndaj caqeve serbe, edhe aty ma e kom ditë që përfundimisht do dhëtë luftës për i vje fundi, edhe e kom prit lirin që vjen. Normalisht që ka qenë ardhja e liris, nështë gëzimi maj madhe i jetës time, sepse kemi mendu që ka me gjatë lufta ma shumë, po fatmirësisht duke ju falenderua dhe bashkësisë ndërkombëtare, përfundoi lufta dhe edhe ka qenë nështë për ditëve më të mira, pse ballafaquesha me plagë, prisha edhe një operacion, e kisha edhe një operacion, sepse i kisha ato pjesë e metalit që mi patën vendosë edhe jashtë krahit, edhe prisha me përfundu pas përfundimit luftës, është një ndjenje e veçantë. Mirë, po kur jam kthy, pas një kohë, pas që kom kry operacionin, i kom pas plagët e hapura, jam kthy në shtëpi, atëherë ka qenë prekse për familjen, kur i kanë po plagët e hapura të mia, pashërueshme, edhe pse kish kalu një kohë gjatë, ishin plagët e pashërueshme, e kanë po gjendjen time. A ke pas fëmijë atëherë? Jo, kam qenë i pamartum. I pamartum. Edhe tjetra ka qenë se serbët lokale aty të cilët i kemi pas fëmijë janë sjell jashtëzakonisht keq me familjen tonë, sepse ata me prind i kanë maltretu, i kanë debu prej shtëpisë, e kishin djeg komplet shtëpiat, sidomos ata
se fshin që i kemi pas edhe përveç plagëve që i kisha kur i pa në familjarët e mi edhe gjendjes ku jetonim sepse ishim çkatrum ne aty. Do thot kohë shumë na rëndoj ke jetën tonë, po liria është mbi gjitha, kështu që e kishim shpresën se gradualisht do thot të i kaluhen edhe këto probleme dhe gradualisht me kalimin e kohës do thot kemi arrit që edhe me ndërtu shtëpinë, edhe do thot me vazhdu jetën tonë, megjithse nuk është se mu më njohin rreth, nuk është që kemi bon ndaj diçka të madhe, po sado pak e kemi do thot një shtëpi të vogël me qëndruat. Çfarë ndjesia është sot me ju tregu fëmijëve që e din plagët tone, që e dëgjojnë rrëfimin tan edhe të bashkëluftëtarëve tu, kretat përjetim, që shë përjetojnë fëmija Kryqëzan? Ma herët kanë qenë... S'pedi sa vjeqari janë saksisht, po? Vajzën e kam 19 vjeqare, djallin e kam 19 për 20, djallin e kam 18 vjeqare. Ma herët do thot i kanë pa plagët e minja ta dhe i kanë pa problemet cilat i kanë pa se vazhdimisht prej përfundimit luftës jam ballavaçu me problemet shëndetësore dhe jam mundu mos me javshtin shumë në kry gjitha ato përjetime, ato vujt. Asnjëherë nuk ja kom tregu ngjarjen e plot që shka ndodhë gjithat gjak që është derë, se do thot është la pashtriu me gjak të bashkëtarët mi. Mirë po, jo kam tregu se si kom marrë plagë, do thot gjatë ballafaqimit me forcat armike, po tash, sidomos kur kanë fillu, do thot me urrit, me kuptu. Po janë të interesum ma shumë me ditë për ngjarjen, janë të interesum ma shumë me i taku shokët e me, janë të interesum me i vizitu, do thot venet ku kanë ndodhur ngjarjet. Vajza para pak dite ishin interesume me bon, do thot edhe një tatuazh për ngjarjen time, mirë po nuk e kam leju, nuk kam dash me leju. Edhe çdo ditë ma shumë janë të interesum me ditë se qysh është zhvillu lufta, qysh kanë ndodhur, i kanë përcjell në pjesë të emisioneve të mia, kanë hyrë nëpër YouTube, i kanë gjetë, i kanë po se qysh i kanë një ato ngjarje dhe janë të interesum ma në detalj me avë tregu se qysh kemi vepruar, qysh kanë qenë kushtet në atë kohë, qysh s'ka pas do thot komunikim, sukur qysh e kemi sot, nuk e kemi pas këtë teknologjia dhe qysh kemi vepruar, kemi arrit, edhe munduna me javë tregu ngjarjet, edhe munduna me qu edhe fizikisht me i pa se qysh ka ndodhur mirë, po asnjëherë nuk hinë se qysh ka ndodhur, do thot qysh ka ra shoku me tregu ngjarjen edhe plagët ku i ka pas, sepse këto nuk i kam thënë as familjarëve. Është pak traumatik. Pak ka shumë e rënë edhe kështu që nuk kam dashur me javshtim mirë, po çdo ditë mundohna me qenë, do thot me i mojt nër kontroll, me ju tregu, me pas kujdes, sepse këto gjeneratat e reja pak që janë rrit mas lufte, janë pak ma të lira dhe nuk i din se qysh kanë qenë rrethonat në atë kohë, me pas kujdes me shok, me pas me usjell mirë, mos me usjell keq dhe me i respektu vlerat e luftës, kudo që të takoni, sado pak me atë mundësinë që e ke, do thot me javlloni respekt, qoftë familjarët, dëshmorët, qoftë luftëtarët, qoftë invalidëve të luftës. Ne falem pak që shpesh lufta portretizohet drejt, nuk bën mjaftueshëm shteti për të, po në disa raste bëhet diçka e ka shtrembrim të historisë. Se kemi pas një rast një ekspozitës fundi për masakra që ka qenë, që pa të pavërteta apo fakte të paqëndrueshme lidhje me të. Kur flasim për këto, shpesh i mendojmë viktima, qoftë martir, qoftë dëshmurt, po unë mendoj që pjesa më e dhimbshme janë ata që kanë qenë luftë, qoftë invalidët, qoftë përgjithësi veteranët, që e shohin për së gjalli çast shtrembrim. Ç'e ke pa çat ekspozitë që u bë? Kjo ekspozitë personalisht më ka prek shumë, sepse është bën nga një person i cili
unë nuk e shoh që është bon, do të t'i ka ikë diçka dhe është bon në lëshim, sepse nuk është kogje i ngritur me i bon gjitha këtu lëshimet cilat ka do, sepse sot nëse dënë me u interesu për një ngjarje, unë është me shku nëse nuk dënë me marrë informatat dikon tjetër, unë është me shku pikërisht ku ka ndodhur ngjarja dhe aty do të t'i merr informacionet më të sakta për secilën ngjarje në Kosovë që ka ndodhur. Sepse janë varret tek e fundit, janë lapidarët e tyre që flasin më shumë se gjithçka. Më shumë se gjithçka dhe aty do thotë nëse je interesuar seriozisht me u marrë me gjitha këto ngjarje të cilat kanë ndodhur në Kosovë, do të me qenë shumë i sinqert dhe shumë korrekt dhe me vepru drejt. Jo me bon veprime të tilla me ekspozita, do thotë sepse qytetarët i përcjell Bashkia Ndërkombëtare dhe gjitha këto lëshime nuk janë të rastishme. Të janë bon, për mendimin tim janë të qëllimshme, sepse nuk është një figurë e cila nuk ka informacione se për ngjarjet të cilat kanë ndodhur. Është një figurë e pjekun, e din për secilën ngjarje, sepse edhe ne sot nëse interesohemi qoftë për reçakun, qoftë për mejen, muj me gjetë informacione sakta, ose me shku në teren me po ngjarjen qysh kanë ndodhur dhe me po varret, me një varret se sa varre janë edhe do thot me bon një përshkrim për gjithat ngjarjet që kanë ndodhur. Po kjo po bëhet, mendoj se ka qenë e qëllimshme. Fatkeqësisht kjo nuk është dashur me ndodhur, po në këtë vendin tonë po ndodhin edhe këto gjëra, po ndodhin edhe fymje, po ndodhin do thotë edhe ngjarjet cilat sot përballen krerët e ushtrisë kombëtare të Kosovës, si keni pa një pjesë të dëshmitarëve shqiptar të cilët gjatë ballafaqimit, sidomos me mbrojtjen, është dëshmuar se kanë qenë pjesë, i kanë shërbyer armikut dhe sot po vazhdojnë, do thotë nuk po pajtohen me lirinë e këtij vendi, edhe prap po vazhdojnë me i dhënë, do thotë me kontribu për armikun në dëm të këtij vendi. Po përpiqen në forma të ndryshme me dëmtu imazhin e Republikës Kosovës. Është fatkeqësi për shoqërinë tonë, nuk isha dashur me ndodhë asnjëherë, sepse kanë ndodhur sakrifice secillit qytetar për me ardhur deri këtu. Edhe fëmija kanë sakrifikuar. Kemi rreth 1400 fëmijë, cilët kemi edhe të mitur që ju kanë bashku luftës. Kemi të mitur 16 vjeçar, 17 vjeçar. Po 16 vjeçarun e kam pas rastin me i taku gjatë periudhës luftës edhe të mitur të cilët jo kanë bashku edhe do të është bani sakrifice secilit qytetar, sepse të gjithë kemi qenë do të trashtum në një vijë për çlirimin e Kosovës, sot individ caktuar me veprime të tilla po japin do thotë po i shërbejnë Serbisë. Ka uzav të armikut. Ka uzav të armikut. Po japin argumente armikut të paqëndrueshme, sepse vërteta është ndryshe. Qoftë për mejen, qoftë për reçakun, dihet, e din edhe Bashkia Ndërkombëtare, i ka informacione për gjitha ato masakra që i ka kryer një aparat i shtetëror i organizuar i Serbisë. Me plan do thotë janë kryer gjitha këto masakra, gjitha këto dëbime, burgosje, shkatrime, gjitha tjera. Jemi krejt në fund, po shkurt, po du me morë një përgjigje për një foto që ke publiku së fundi, ku po më duke shihet Rifat Jashari edhe lullëzimi, apo? Lulli, do të Rifati nuk është base Rifat në atë foto, fatkeqësisht nuk e, jo, vetëm Lulli është në foton. Ajo foto është bon në janar të vitit 99, kemi qenë, do të spitalin ushtarak, edhe në atë ku ka ardhë në vizit Baci Rifat, ka ardhë lullëzim Jashari, ka qenë Haki Drenica edhe ka qenë Jakub Krasniqi. Përveç shumë figura të tjera të cilat kanë ardhë, do thotë kjo është njëna prej fotove që tashma ka dërgu një Beqir Zeneli, vllai heroi Tagin Zeneli, edhe gjatë vizitës që isha në epopejën e Dugaxhinit, aty e takova Beqir Zenelin, kemi qenë bashkë në spital, edhe gjatë bisedës që e kishim me ta, tha e kam një fotografi, tha me Lulin, me cilin kemi dalë bashkë në spital. A të kujteke? Po, më kujtohet vizita që ka qenë. Jo, fotografia, po. Jo, fotografia, jo, e di që kemi dalë në fotografi, janë edhe disa fotografia edhe me Bacin Rifate, me Bacin Jakub, mirë po i ka dikush pe i shokëve, nuk e di kush i ka, nashta në të ardhmen do të na i dërgojnë ose do t'i publikojnë,
Po është njëna për fotografive të veçanta, sepse në atë ku ka qenë kogjo emocionuese me ardhë në vizit në spital Bacirifat edhe Lulzim Jashari, sepse ishin një familje legendare që kishë sakrifiku shumë për lirinë e Kosovës, dhe kur ka ardhën do thot në vizit atë. Ka qenë një përjetim ndryshe, ka qenë një emocion, do thot edhe në ka dhonë kuraja për plagët për gjitha ato, sepse ka qendru bukur gjatë, kemi bisedu ato, kemi qenë dikun në rreth 30 të plagosur atë ku atë që kemi qenë të shtrim, ka qenë një sektor ku është kontrolun nga Shajmoja, edhe Gjevdet Tahira, i cili sot shërben në forcën e sigurisë në sektorin e shëndetësisë, do thotë këta dy janë kujdes mas shumti, Shajmoja, doktor Shajmoja dhe Gjevdet Tahira për neve, edhe ka qenë një spital i veçantë, do thotë i ushtrisë shëndetare të Kosovës, i cili ka funksionuar në Tiranë, edhe aty do thotë kanë ardhur në vizitë Bacirifat, ka Luli, Jakub Krasniqi, pastaj kanë qenë edhe shumë figura, Zemsyla, kanë ardhur Ramiz Ladrovci, shumë figura të cilat na kanë vizitu, po kjo është një prej vizitave më të veçanta për neve që më men më shumë të edhe që do thotë jemi një jashtëzakonisht mirë kur na kanë ardhur do thotë familjarë të komandantit legjendare Demir Shari në vizitë me na po neve të plagosur në atë. Gjithë të falenderoj shumë që gjete ku me konsat me mu këto, e mbi gjitha të falenderoj për kontributin që e ke jap ti dhe shumë shok të tu në luftë. E njëkohësisht, si që thash në fillim, edhe në fund këtij emisioni i bëj thirrje Ministrisë Shëndetësisë me trajtu kërkesën tënde, po mos me i lënë anash kërkesat e krejt invalidëve, sepse jeni pjesa mbase më e ndjeshme e krejt shoqërisë tonë, dhe kjo vjen ju për në shkak tjetër, po sepse keni dalë zot vendit, kështu që i bëj thirrje që me sa më shumë urgjencë me trajtu kërkesën tuaj, edhe të falenderoj gjithsesi shumë që nuk pritan me nda rrëfime që janë të rëndësishme për ata që na shikojnë edhe për shoqërinë tonë. Faleminderit shumë, faleminderit për këtë thirrje që ja bëne, mirë po unë kam një mesazh për Ministrinë e Shëndetësisë dhe për institucionet këtë rast qeverinë që me u marrë me secilin invalid i cili ka nevojë. Në rastin nuk merren me bashkëtarët e mi të cilët përballen me plaga, atëherë mos merren as me mua. Sepse ne meritojmë gjithë barabartë të trajtohemi. Patjetër. Kështu që ju falenderoj juve për gjithë këtë kontribut, do thotë që po jepni për rrëfimin e periudhës luftës tonë çlirimtare. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve shikues të nderuar, me kaq që përfundoi majtësia e djathtës për sonte. Ne bashkë do të shihemi javën tjetër me të ftuar tjerë, rrëfime tjera. Deri atëherë mirëmbëjtje.